përshëndetje për të gjithë, po e filloj prej atyre që I takojmë ma rrallë prej asamblesve, e falenderit për ardhjen e juj. Përshëndes po ashtu strukturat udhëheqëse në komuna, në kryetarët, në për komuna, kryetarët e komunave prezent, njëkohësisht kolegët e kryesisë të gjithë, deputetët, pra gjithë juve që jeni prezent, falenderit për prezencën e juve sot. Takimi I sotëm është vazhdim I 2 takimeve që kemi mbajt kryesi Këshill Drejtues, edhe me kryetar degëve. Në takime këto kemi diskutuar për momentin politik në vend, por edhe momentin e mbrëmshëm të aleancës. Çdo diskutim që ka ndodhur e që kanë diskutuar plot kolegë, mundet me u grupu në 2 qëndrime. Njëri është qëndrimi ynë opozitar, pra detyra jonë në vend është kërkimi I llogaridhënies, me kërku llogaridhënie institucioneve të vendit, nivel nacional, dhe këtë duke ngrit kualitetin ton të mbrëmshëm në tema, edhe duke ballafaquar institucionet e vendit me këtë pozicion të ri tonin kërkimit llogarisë. Në secilën temë që ndodhen në vend. Njëkohësisht tema tjetër që ka dominu edhe që është konkluzja jona, qëndrimi yni është reforma e mbrëmshme. Pra, nëse I grupojmë gjitha diskutimet, këto 2 momente kanë dominu. Jemi opozit, por reformë e mbrëmshme po ashtu. Çka është reforma për ne tash? Sa është e rëndësishme? Çfarë peshe ka proceset e mbrëmshme në vend? Po ashtu janë dhënë shumë shpjegime, edhe është tonë mjaftueshëm sa më rëndësi është që aleanca si subjekt politik tashmë jo vetëm pjesëmarrës në institucione, por që ka rolin e vet në politikë bërje, në jetën tonë, çdo nivel të jetës sonë, të mundet me u aftësu për etapat që po vinë, për javët, për mujt që po vinë, në rrethonat e reja të ndërtimit të institucioneve që kanë ndodhur në vend. E para, reforma është një shpjegim ku fillon. A fillon nga poshtë lart, a fillon nga lart poshtë. Kjo pyetje është e shtruar me çdo herë në reformë. Unë mendoj se duhet t'ja filloj prej vetes. Pra vetë duhet me pa gabimet që kanë bërë për rrugë, lëshimet që kanë bërë për rrugë, politike po flas, organizative edhe çdo aspekti tjetër. Duhet të punoj në veten time për reformë, në mënyrë që të shërbej reformës, I reformuam vetë. Po ashtu ne këtë reformë duhet me ja kërku njëri tjetrit, secilit në strukturë, secili prej nesh. Qoftë në kryesi, qoftë Këshill Drejtues, qoftë në struktura tjera udhëheqëse në degë, ka mundësi me ndihmu veten në reformim, por ka mundësi me ndihmu reformën të anësi. Ne nuk ekzistojmë vetëm për veten tonë, si aleancë, si individ, po ekzistojmë për qëllime që janë madhore, e që janë zhvillimi I vendit, politika që janë të kualitetit lartë, edhe që mundsojnë përmirësimin e jetës në vend, përmirësimin e ekonomisë, përmirësimin e rendit dhe të ligjit, përmirësimin e ndjenjes se po jetojmë në vend që është në demokraci, e në cilin ne, duke I kontribuar vendit, e nxjerrim edhe shpërblimin qoftë moral, qoftë natyrave tjera, por jo anasjelltas. Aleanca në reformim e shqiper duhet me pas qartë, edhe duhet me marrë vendim se nuk bën aleanca me leju mrena vetes shkelës ligjit. Nuk mundet aleanca me lejue që në emër të aleancës me u thirr të gjithë ata që e prishin ose e dëmtojnë rendin e ligjit ose jetën tonë. Nga aleanca është mirë me qenë
përjashtum, edhe i shpallin përjashtum, të gjithë ata që bojnë krime, të gjithë ata që kanë kur po flasim për krime, po mendojmë krim është edhe keshpërdorimi i buxhetit, keshpërdorimi i detyrës zyrtare. Krim është aktiviteti jetësor, fajde, haraç. Krim është imponimi ose shantazhet ose kërcënimet që vijnë në emër të aleancës, jo vetëm nga njerëz jashtë aleancës, e që fshihen nga aleancës, por nga kushdo qoftë. Ata nuk janë aleancë, nuk kanë qenë kur s'mujnë me qenë aleancë. Pse s'mujnë me qenë aleancë një shtil, edhe pse aleanca nuk guxon me leju që askush i ktill me u identifiku me te, sepse kështu ne s'mujmë me ndihmue ndryshimin që duhet me ndodhë në vend. Gjendja e sotme, institucionale, çfarë është në Kosovë? Koalicioni i madh që po i thojmë, i cili kuptohet do ta thellon kapjen e shtetit, nuk mundet me u ndryshu nga një subjekt politik i cili në të vërtet nuk është vendos në bazat qëndrueshme, i cili në të vërtet nuk e ka marrë seriozisht rolin e vetë në shoqëri edhe misionin që ka si subjekt politik me i dhonë ndryshimin vendit. Sikur se e shihni, vendi është nda, kemi partitë politike që kanë rënë dakord me vazhdu një gjendje çfarë është qeverisë, dhe kemi pjesën e mbetur tjetër të shoqërisë e cilat duhet me ndihmu ndryshimin, pra me ndal një gjendje çfarë është. Aleanca nuk mundet me bë vetëm këtë, por aleanca mundet me ndihmu shumë. Aleanca mundet me i pri ndryshimeve në vend, kuptohet duke fillu nga vetvetja, duke u hap për gjithë njerëz të Kosovës, njerëz të ndershëm, njerëz të edukuar, njerëz që janë patriot, që duan vendin, njerëz që janë punëtor, njerëz që dinë, edhe njerëz që kanë për qëllim tyre politik avancimin e Kosovës, shkumin përpara të Kosovës. Në këtë frym të kësaj reforme, aleanca është e hapur për secilin, për elitën tonë kosovare, për shtetarët tonë ndershëm, për njerëz të dijshëm, pra për gjithë ata që pranojnë si detyrë tyne me ndihmu ndryshimin vend. Një ndryshim që fare nuk parashifet i lehtë. Një detyrë, një punë para Kosovës që nuk është e lehtë. Po për me pa sukses duhet fillojmë nga vetja. Ju bojmë thirrje në këtë rast, ju boj thirrje ju, që përmes juve të mërrim të secili qytetar që t'i bashkohen aleancës e të ndihmojmë ndryshimin vend. Pos kësaj, ne do të punojmë me secilin, jo vetëm me ata që antarësohen aleancë, po me secilin edhe secilin në vend. Të organizuar format ndryshme, pa marrë parasysh që të bëhemi bashkë për me sjellë ndryshimin në Kosovë. Ndryshimin në Kosovë bëhet atëherë kur ne jemi shumicë, pra ata që e shënojmë ndryshimin, ata që i kushtohemi edhe përkrahim ndryshimin. Përderisa ne mbeshim vetëm në radhët tona dhe nuk arrijmë me mobilizu shoqërinë për ndryshim, atëherë ndryshimi është më i vështirë, më i vonë. Në këtë proces çfarë jemi bashkë, ne kemi disa tema që do t'i trajtojmë, por më duhet me ju thonë sigurt me këtë rast që aleanca javët, mujt që po vinë, i hynë në reforme së mbrëmshme, i hynë me zgjedhje, edhe jo me zgjedhje sa për me u zgjedh, por me zgjedhje që me mujt me i dhanë mundësi secilit në Kosovë me ndihmu ndryshimin. Pra, kemi detyrë dyfisht, një, me reformu veten, me aftësu veten, në mënyrë që me mujt me ndryshuar vendin. E në këtë rrugë, unë juftoj secilit, e lypi ndihmën e juaj, e kërkoj përkrahjen e juaj. Duke fillu thash nga vetja, po do të zbresim të secili që reforma në Kosovë të fillon nga ne, nga brenda, e të vazhdojnë në vend. Në këtë drejtim që jemi nis, ne nuk jemi sot, edhe nuk jemi sot për sot, po e dim çka e pret vendin, e dim rrugtimin ton deri këtu që ka qenë tepër sfidues, por pashtu Kosova edhe aleanca asnjëherë që në nështru, dhe nuk kanë leju që Kosova me ju nështru të keqës. Pra kanë punu që e mira e drejta me triumfu në vend. Unë besoj në këtë fitore që i vje Kosovës. Pse besoj? Sepse shumica e njerëzve në vend e din që kanë nevojë për ndryshim, e kuptojnë që ndryshimi është i domosdoshëm, edhe shumica jonë po ashtu besoj e kemi këtë qëllim. Pra qëllim e kemi ndryshimin. Faleminderit.